Nëse ti thua ti e ke fajin, ishte ti ai që ke nisur këtë gjë dhe ti e përgjegjësi. Ai fëmijë ka shumë gjasa që nesër nuk të tregon më çfarë ndodh në shkollë. Qasja agresive ka një tendencë për t'u vetmbrojtur. Unë e bëra këtë gjë sepse babi reagon të kështu. Unë e bëra këtë gjë sepse ai kishte 3 vjet që më sulmonte. Cili është miti më i madh ne si shoqëri besojmë në lidhje me fëmijët e këqij, po quajmë thonjza? Në një pjesë të klasave, të thoshte zysha e klasës, Bjorni është problematik. Por Valentina s'dihet ajo atje është në fare, s'është atje, është e ka aq të urtë sa e një fëmijë i pa dëgjuar, i pa dashur, i pa kuptuar, i pa pranuar, kishte pasoja më të rënda psikologjike se sa një fëmijë që ishte dhunuar. Psikologjia është një shkencë më vete, e cila lidhet edhe me mjekësinë, por dua të të pyes fillimisht, si do t'ia shpjegoje profesionin tuaj psikologut ligjor, dikujt që ndoshta nuk e di se me çfarë merret kjo në ndarje e psikologjisë? Për më shumë se një shekull, psikologjia është një shkencë më vete, por absolutisht nuk shkon asnjëherë pa ecur paralelisht me mjekësinë. Janë të lidhura trupi me shpirtin, edhe me mendjen. Psikolog ndahen në disa fusha. Nëse ti mbaron psikologji, specializimi do vazhdoj në fusha të ndryshme, që ndahen në psikolog ekspert të shëndetit mendor, organizacional, shkollor dhe ligjor. Këto në ndarje janë bërë më shumë për të qenë sa më pranë problematikës. Për shembull, nëse je një ekspert i shëndetit mendor, je më shumë i predispozuar dhe i specializuar në aspektin klinik, në kuadrin klinik të trajtimit të rasteve në klinik për probleme apo trauma apo ngjarje të ndryshme. Shkollori është për psikologu shkollave, të cilët merret me rastet e shkollave, organizacionali është kryesisht për korporata, organizata apo vende ku merren me individët që të motivohen dhe të punojnë më cilësisht dhe të jenë më të mbrojtur ndaj burnoutit. Dhe ligjori patjetër është kryesisht psikologu që merret me gjykatat, me raste të ndryshme si vlerësim dëmi, problematika të divorcit apo çështje të tjera të ndryshme që lidhen aty me vepra penale nga më të ndryshme të klasifikuara, qoftë edhe për një vepër penale që dikush i më ka bërë një vrasje, e cila duhet bëhet një raport psikologjik i autorit. Çfarë i shtyn kryesisht fëmijët dhe adoleshentët, sidomos këtu tek ne në Shqipëri, që të kenë një sjellje më agresive apo të bëhen ndonjëherë dhe shkeljes të ligjit? Janë një sër faktorësh në fakt që lidhen kryesisht genetikisht, lidhen traumat, që mund të jenë trauma me të madhe ose me të vogël. Trauma me të madhe ne klasifikojmë si abuzimet, dhuna, humbjet të jetës të personave kurse traumat të vogël mund të jenë kryesisht këto ngacmimet ose neglizhimet e grupeve sociale ose mungesa e vëmendjes së familjes apo shoqërisë, që në duke nuk është se ai po rrezikon jetën, pra nuk është një traumë, aksident automobilistik, por është një mungesë e asaj çfarë duhet të merrte në kohën që i duhej dhe i shërbente. Këto janë 2 klasifikimet që ne në fushën e shëndetit mendor i bëjmë traumat. Pastaj tjetër mund të jenë substancat, mund të jetë alkooli, mund të jenë modelet, rolet. Qasja agresive ka një predispozit për të parë që ka një tendencë për t'u vetmbrojtur dhe vetmbrohen përmjet ndoshta një sulmi. Kryesisht edhe në intervistat klinike që u bëhen këtyre të rinjve, këtyre adoleshentëve është po unë e bëra këtë gjë për të vetmbrojtur. Unë e bëra këtë gjë sepse babi reagon të kështu. Unë e bëra këtë gjë sepse ai kishte 3 vjet që më sulmonte. Ka një zonë shumë të errët tek këto persona. Më lejonoj të ndaj një rast duke ruajtur gjithë privatësinë ku një djalë ishte për një kohë shumë të gjatë, për rreth 4 vite, në të njëjtin klasë me bashkëmoshatarët e tij dhe në një moment mbasi merrte her pas here fyrje, sharje, ofendime, përjashtime të grupit, apo ngacmime nga më të ndryshme që në dukje nuk ishin shumë vizuale, pra mund ishin letra të shkruara me fjalë fyese dhe i hidheshin, dhe mbas një 3-4 vitesh, ky djali reagon në një formë shumë agresive ndaj personit që vazhdimisht e ngacmonte dhe bullizonte dhe ofendonte.
Dhe në momentin kur ky reagon, djali tjetër vritet, sepse e pengon dhe bie te banka. Dhe normalisht psoi dhe dëmtime vizuale të dukshme. Në këto momente, sulmi shkoi prapë tek djali që ishte bullizuar prej 3-4 vitesh, sepse këto traumat me të vogël nuk para duken. Dhe këto ngjarje të heshtura nuk para lën gjak në aspektin vizual ose në plag, se traumë do të në anglishishtja e vjetër është plag. Po ajo çfarë u duk dëmtimi i bashkëmoshnatarit të tij. Dhe ky vjen në një moshë shumë të vonë, diku te 15 vjeç, dhe këto kishin ndodhur pak më herët, sepse ishte edhe përdorur substancash. Dhe kur tregon pastaj të gjithë ngjarjen, askush nuk e kishte pyetur se cila ishte arsyeja që e çoi atë në këtë sjellje. Dhe absolutisht asgjë nuk e justifikon në dhunën, por të paktën të kuptojmë arsyet që të parandalojmë dhunën e të tjerëve, dhe se si ti trajtojmë këtë raste, sepse dhe agresori dhe ata që bullizojnë, ata që quhen si në thojza të fortët e klasës apo të fortët e shkollës, ata mund të jenë të bullizuar gjithashtu, ose të përjashtuar, ose të frustruar, ose të dhunuar nga grupe të tjera, sepse John Locke thoshte ne lindim tabula rasa, që do thotë ne gjatë jetës si mësojmë disa sjellje. Pra çfarë ndodh, ku gabojmë, si prindër, si ekspert, si mësues, si komunitet. Ku ndodh më shpesh ky gabimi, për shembull me prindrit, në marrëdhënie e prindërve me fëmijët? Ku ndodh kjo shkëputje ose ky distancim? Janë element nga më të ndryshëm. Që e më rëndësishme që ka nevojë fëmia është të ndjejë siguri, dashuri dhe suport nga prindrit. Është baza dhe themeli i gjithë ndërtimit të personalitetit të një fëmije. Pra kur një fëmijë është i sigurt që nëna e do, babai e do, i ka suport, i ka krah, i ka bashkëudhëtar, të gjitha të tjerat besoj janë më të lehta. Kudo ka dhunë, në kuptimin ngacmime, bullizëm, ka dhe në Amerikë. Por qasja se si familja, mjedisi më i afërt, miqt, mësuesit, psikologët bëjnë ndaj fëmijëve e bën diferencën. Po e sigurt që një fëmijë që ka dashuri dhe suportin dhe prezencën cilësore kryesisht të prindrit, janë më pak të predispozuar dhe përjetojnë më ndryshe dhunën nga një fëmijë që nuk e ka dashurinë dhe sigurinë e familjes. Sigurisht që prindrit janë shumë të ngarkuar, se janë nëpër punëra duke vrapuar për të siguruar po jetën e fëmijës. Por nuk ka nevojë të jesh shumë orë në ditë, mjafton të jesh pak orë dhe të jesh bashkëudhëtar i vëmendshëm për fëmijët. Dhe për fëmijët nuk duhet të kujtohemi kur janë 15 vjeç në kuptimin o bobo që po ndodh, po në fëmijë duhet kuptohemi që në kopësht, që në çerdhe, që në fillore. Pra nëse një fëmijë çon në çerdhe dhe qan gjatë gjithë kohës dhe nuk vete me kënaqësi, duhet kuptuar se çfarë ka që po shkon mirë. Kur një fëmijë shkon në fillore dhe në fillim ecën mirë, por pastaj ka një gjë që shkon pas një viti. Duhet kuptuar dhe fëmia dhe prindi është ai syri analitik që e kupton e njeh fëmijën që në mimika. Pra pse është më i tërhequr? Çfarë po ndodh? Pse nuk e mori sot ushqimin e preferuar? Pse nuk doli sot me miqtë e preferuar? Çfarë po ndodh? Si po shkon? Pse është më i tërhequr? Pse nuk është më aq social? Pse ka rënë mësimet? Pra të gjitha këto pikpyetjet domethënë duhet të jenë një sy shumë vigjilent. Dhe kur nuk i kap prindi apo mësuesi me psikologun që janë në kontakt të shpesht, është pak e vështirë, sepse kulturalisht ne mendojmë që mjafton të plotësojmë disa nevoja të tipit që jetojnë mirë dhe shoqërisht dhe mundësit janë dhe kushtet kanë ndryshuar. Por për mua më e rëndësishme është fëmia të ndihet i dashur, fëmia të ndihet i pranuar, fëmia të ndihet siguri, të ndihet suport, të ndihet mbështetje dhe të ndihet që i përket dhe që e duan, nëse merr dieta apo nëse nuk merr dieta, nëse sillet mirë ose nëse nuk sillet mirë, të kemi një unë e quaj kështu ndëshkim pozitiv. Kur një fëmijë bën një sjellje jo pozitive, atëherë duhet marrë një ndëshkim pozitiv. Pra quhet ndëshkim, por është pozitiv. Pra është efektiv për rritjen e tij. Që do të thotë, ti nuk do shkosh sot te kjo ndeshje apo te ky sport apo te ky
ky aktiviteti që ti ke për zemër, sepse ti sot je sjell keq me Bjorn. Dhe kjo është një përforcim shumë pozitiv për të ndërtuar një sjellje që të ketë një refleksion dhe një empati dhe kognitive dhe emocionale. Pra ta kuptoj pasojën që i hoq një kënaqësi sepse ka bërë diçka jo të këndshme. Ka bërë një sjellje jo të mirë. Ju përmendët tek shembulli që sollët pak më përpara përdorimin e substancave narkotike tek adoleshentët. Flitet vazhdimisht është ulur goxha mosha e përdoruesve të këtyre substancave, domethënë, cilat janë moshat më të vogla ose më të reja ku fillon dhe çfarë janë efektet që kanë në psikologjinë e tyre, në mënyrën se ta mendojnë, se sillen. Është ulur shumë mosha sipas statistikave e përdorimit, që mund vi si pasojë kurreshtjes, si pasojë neglizhimit dhe mungesës së monitorimit, mund vi si pasojë të qenit pjesë e grupit. Një fëmijë ka shumë nevojë të jetë pjesë e grupit, sa do bënte gjithçka. Pra kur një fëmijë është shumë i përjashtuar dhe nuk ka vëmendjen e grupit, dhe që të jetë pjesë e grupit, është shumë i gatshëm dhe i predispozuar për të bërë pjesë çfarë lloj kosto e ka ajo. Apo për të qenë, le të themi, ky trend. Por prapë unë e vë fokusin tek dy hallkat më të rëndësishme, që është në fillim familja dhe pastaj dhe institucione, shkolla. Pra janë dy bazat ku fëmia, si punati treni që ecën në një kurudh paralel. Në mjediset e shkollës të jetë suporti i stafeve psikosociale, i mësueseve dhe në mjediset e familjes, apo dhe qoftë edhe në lagje, në komunitete, familja të jetë vigjilente. Sepse në mosha më të rritura, për shembull, ka një predispozit, siç thotë një nga njerëzit më të rëndësishëm të shëndetit mendor së fundmi që flet kryesisht për varësitë, Gabor Mate, thotë që fëmijët apo të rinjt apo individët që vjen prej substancave, po sidomos ata që mbesin të varur nga substancat, pyetja e parë që ai bën, çfarë ka ndodhur brenda teje që ti mundohesh ta fshesh dhe ta mbash në gjumë me substanca. Për mos thënë që sa më i vogël ti jesh në moshë, aq më e lartë është predispozita për dëmtimet kognitive, emocionale, verbale të fëmijëve. Sepse fëmia kryesisht në 12 vitet e para ka fazën më të rëndësishme të zhvillimit. Pastaj fillon dhe faza tjetër, adoleshencës, ku janë të gjitha fushat e zhvillimit në një reagim ekspresiv dhe shumë të dukshëm, dhe aspekti fizik dhe emocional dhe kognitiv. Cilat mund të jenë disa nga pasojat afatgjate që ka përdorimi këtyre substancave në moshë aq të hershme, më pas edhe në jetën e tyre si të rritur? Së pari do kenë distancim social. Pra këta do preferojnë vetëm grupe të cilat kanë të ngjashme, të tipit rinë vetëm me grupin që përdorin substanca. Pastaj do kenë dëmtim funksional të tipit kognitiv, mungesë vëmendje, agjitim, probleme në fushën akademike, pra ata nuk mund të mësojnë dhe të përpunojnë informacionin njësoj si një individ që mund të mësojë dhe të rritet në fushën akademike që nuk përdor substanca. Probleme me gjumin, probleme me ushqyerjen, probleme me sjelljen, probleme pastaj që mund të krijojnë dhe probleme sociale të tipit dhe që i çojnë në devijime të caktuara të tipit, mund të shkojnë dhe në sjellje të papërshtatshme dhe në aspektin ligjor. Detyrohen pastaj që duke qenë se mund mos të gjejnë gjithmonë këto të ardhura kur mbesin të varur, të shkojnë të bëjnë dhe vepra të ndryshme penale, si vjedhje apo grabitje, apo shantazhe të ndryshme. Pra ka një sër pasojash të rënda, mendore, emocionale, sociale, ekonomike. Domethënë janë të gjitha bashkë dhe është një nga gjërat më të vështira për të rekuperuar, por nuk është e pamundur. Domethënë gjithmonë nëse kapen në kohë, nëse trajtohen nga ekipe multidisciplinare me suportin më të madh familje, patjetër që ka, po. Nga përvoja juaj, cili është miti më i madh që ne si shoqëri besojmë në lidhje me fëmijët e këqij, po i quajmë në thonjza, siç u referohemi ndonjëherë, atyre që kanë një sjellje më agresive ose më të dhunshme ose jashtë asaj që shoqëria percepton si
normale, sepse normale ndoshta nuk ekziston. Një nga gjërat që tingëllon dhe jo etike, dhe jo sociale, dhe jo emocionale është që kur i etiketojnë fëmijët e këqij, sepse ne mund të themi që ky djali me disa sjellje jo të mira. Dhe kryesisht paktën në vitet e shkollimit tim etiketoheshin si ai i keqi i klasës dhe gjithmonë shikosh me atë syrin që si ta neutralizonin, por kuptohet dhe flasin për vite 2 apo 3 dekada më herët, të cilat ishin dhe kushte shumë të vështira dhe nuk është se ishte vëmendja kaq intensive në disa gjëra. Ta fëmijë kanë nevojë më shumë për dashuri, më shumë për suport dhe më shumë për kujdesje, sepse ata janë duke bërtitur, duke bërë disa sjellje për të treguar ty që ka nevojë për vëmendje, ka nevojë për trajtim, ka nevojë për dashuri, ka nevojë për suport. Pra arsyeja që ata po bezdisin Valentinën apo Bjornin apo atë djalin aty apo të vajzën aty tregon që dhe ata këtë sjellje kanë mësuar nga dikush tjetër, që mund të jetë një çun në lagje që ka po këto sjellje të këqija. Dhe në përgjithësi trajtohet në rastin më të mirë i mbijetuar i dhunës së tij, po ai vetë jo. Kryesisht kanë një qasje më akuzuese se sa pranuese. Që të ulesh dhe të thuash çfarë të shtyn, çfarë ndodh me ty. Kemi gjithmonë të vështirë, domethënë që t'i japim këtë lloj dhimbësurie dhe atij që mund të jetë, më thonjë sa agresori ose personi që bën një veprim të papërshtatshëm. Dhe më është dukur gjithmonë pak ironike se sa herë flasim në lidhje me ndihmën që ose mbështetjen që kanë nevojë fëmijët, mbështetjen emocionale, mbështetjen me psikolog. Sillet gjithmonë si justifikim që kjo kërkon shumë burime, shumë para, shumë njerëz. Po ndërkohë kemi gjithmonë mjaftueshëm burime dhe para dhe njerëz për të ndërtuar burgje dhe t'i dënojmë. Unë nuk mendoj që një njerëz që merr shumë dashuri të jetë i dhunshëm. Do thonë, një i dhunuar ka shumë gjasa që ta ketë mësuar dhunën diku. Po. Pse ku duhet studiuar si case study, duhet marrë si rast më vete, duhet intervistuar dhe parë gjithë anamneza klinike, por absolutisht dhuna prodhon dhunë. Dhe dashuria kryesisht mund të ketë disa episode, fëmia, disa faza të zhvillimit, disa forma apo tipologji sjellore, por në parim një fëmijë që ka suport, ka dashuri, ka mbështetje, bën disa sjellje, por prap janë prindrit aty prezent, janë vëllezër, motra, familja e gjerë, janë komuniteti që e mbështesin, kurse një fëmijë ndoshta që është agresiv, mund të ketë aty pas asaj klase një baba të dhunshëm, një nënë të dhunshme, një gjyshe, për mos të stigmatizuar aspektin se dhunë nuk është vetëm dhuna fizike, dhunë është dhuna psikologjike. Madje, një nga gjërat më të çuditshme që mund të lexosh në sy të lirë është që neglizhimi sillte pasoja psikologjike më të rënda se sa dhuna fizike. Pra një fëmijë i pa dëgjuar, i pa dashur, i pa kuptuar, i pa pranuar, kishte pasoja më të rënda psikologjike se sa një fëmijë që ishte dhunuar. Sepse kur ishte bërë në një intervistë paralelizimi, ky që dhunoi thoshte, unë dhunohesha, po e kisha aty mamin ose babin. Dhe pasaj më përqafonte mbasi më dhunonte, kurse ai se kishte fare prezencën asnjërit. Sepse mund të jenë prindër me probleme shëndeti mendor, mund të jenë prindër me tipologji personaliteti jo pozitiv apo antisocial, mund të jenë prindër neglizhent që nuk kuptojnë nevojat dhe emocionet e fëmijëve. Dhe fëmia kuptohet që zhvillohet nëpërmjet emocioneve, nëpërmjet ndërveprimit, nëpërmjet atashimit. Dhe atashimi i figurave më të rëndësishme janë prindrit si fillim, kujdestarët që i rrisin, pastaj të tjerët. Pra nëse nuk krijojnë një figurë atashuese me kujdestarët, me prindrit, atëherë do kenë tërë jetën pa siguri. Çfarë ndodh me shoqërinë tonë, shoqërinë shqiptare përgjatë të paktën këtyre 3 dekadave të fundit, që duket sikur rastet e të rinjve që janë problematik janë shtuar krahasuar me më përpara. Ndodh diçka me prindrit e tyre, janë bërë prindrit më neglizhent, janë bërë, nuk e di, më të dhunshëm, nuk e quaj dot, sepse ndoshta brezi para 90-s ka patur prindër akoma më autoritar. Atëherë janë një sër faktorësh që duhet studiuar dhe antropologjia e individit. Pra nëse ne flasim, po themi për
prindër suedez nuk kanë të gjarë me prindër ballkanas. Por mendoj që një nga gjërat që është shtuar këtyre 3 dekadave të fundit, plus minus, i shtuar të ekspozuarit ndaj dhunës më lehtë, pra faciliteti për të gjetur modele të dhunshme. Dhe duke parë kryesisht në rrjetet sociale apo në forma të ndryshme duke u ekspozuar, po themi çfarë ndodh në Amerikë, e merr vesh në kohë rekord këtu në Shqipëri. Atëherë kjo i bën një formë modelimi. Pra kur ka një predispozit dhe kur ka një ndjesi protektive që ka nevojë individi, e ka të lindur individi e ka të nevojshme dhe të lindur ndjesinë e protektivitetit ndaj vetes ose ndaj mjedisit më të afërt, familjes apo miqve më të afërt. Pastaj janë substanca, individ që përdorin substanca, arsyetimin, pra sistemin më të rëndësishëm kognitiv, lobin frontal kryesisht e kanë të dëmtuar. Që do thotë arsyetimi i tyre është më i ulët, pra nuk i kuptojnë pasojat ligjore. Tjetër faktor mund të jetë modeli grupeve që rrethohen pak a shumë. Nëse janë 10 veta dhe bëjnë një sjellje të caktuar, ai 11 do bëj pa diskutim kryesisht të ngjashme. Familja, siç e theksova edhe pak më parë, për mua familja është themeli dhe baza e qytetërimit dhe njerëzimit. Kush ruan një mjedis të shëndetshëm në familje, unë mendoj që është shoqëri e bekuar, sepse aty është ndërtimi i gjithë bazave dhe gjithë modelit që përcjellet. Sa e vështirë është sot që ta ruash atë mjedisin e shëndetshëm në familje, kur jetë gjithkohë, kur familja është gjetë përballë këtyre presioneve të vazhdueshme, ekonomike, sociale, kulturore. Më duket sikur është gjatë gjithkohës një lloj sulmi dhe familja duhet të mbrohet në çdo moment. Është shumë e vërtet, ka intensitet shumë të lartë të kërkesës së kohës ku jetojmë, por unë mendoj që gjithmonë ka kohë për t'i dashur fëmijët dhe për të fokusuar te fëmijët, sepse nëse ne nuk fokusohemi sot dhe të bëjmë le të themi një punë më pak, ai fëmijë nesër, pas nesër që duhet adoleshent, mund të sjellë 10 fish në problemeve që të duan një të tërë kurcime ekonomike që dhe pa ta rekuperosh. Sepse është që njeriu do të jetë larg pamës, që investimi që bën sot me fëmijën patjetër që ti do ta marrësh nesër mbrapsh, që do të thotë nëse përdoren politika të tipit marrëveshje, mini marrëveshje midis prindërve, midis gjyshërve, midis komunitetit, tani shkojnë që herët në çerdhe, në kopësht, por ato pak orë që të qëndrosh në familje, ti jesh me fëmijën, për fëmijën, jo të jetë fëmija aty dhe secili të jetë në telefon apo në tablet apo në atë comfort zonën e vet. Ti mund të jesh 1 orë me fëmijën, 2 dhe jesh shumë cilësisht. Ta pyesësh si u ndjeve sot. Domethënë më është dashur për një kohë që të punoja të ndërveproja me disa shkolla dhe ishte një evidentim i dukshëm që një pjesë e mirë e prindërve nuk e pyesnin si u ndjeve sot në shkollë, çfarë more sot në shkollë, te cila lëndë u aktivizove sot në shkollë. Në kryesisht anë emocionale, pra nëse do shkonin pak kulturalisht, jo për stigmë, është një evidentim relativisht që nuk pyesin si ndjesh, a u ndjeve mirë sot? A të bëri diçka të qeshje sot me shokët dhe me shoqe? Pati diçka që të trishtoj? Fëmijët kanë shumë qasje refuzuese kur nuk ndihen të pranuar. Shumë nëse ai do të thotë që nuk u ndjeva mirë për x arsye dhe në vend që ta kuptosh dhe ti thosh pse ç'a ndodhi? Pastaj, si shkoi? Si do doje ti ta zgjidhje këtë gjë ndryshe? Tani që je me mamën, ti si mendon që do ta kishe zgjidhur ndryshe? Ti thua ti e ke fajin. Ishte ti ai që ke nisur këtë gjë dhe ti e përgjegjësi. Ai fëmijë ka shumë gjasa që nesër nuk të tregon më ç'a ndodh në shkollë. Përpos që do ndihet shumë herë më i tërhequr dhe më inferior se ai do mendoj që gjërat që ndodhin janë faji i tij. Pra qasja jon ndaj fëmijës bën që ky fëmijë të ndërtojë një personalitet dhe një tipologji sjelljesh, ose shumë i tërhequr introvert me vetëvlerësim të ulët, me vetbesim të ulët, ose shumë agresiv. Pra meqense mua mami dhe babi apo ku diun vllai, motra nuk më kupton, atëherë unë do bëhem agresiv të mbrohem ndaj këtyre ngjarjeve në mjedisin e shkollës. A janë në gjendje fëmijët dhe adoleshentët të kuptojnë realisht koncepte si faji e drejta, ndëshkimi, kush ka të drejtë, kush nuk kishte të drejtë, ne i vendosim her pas here përballë kësaj gjëje, por nuk e di se sa
ata arrin t'i kuptojnë këto koncepte. Në dijenin time janë disa koncepte bazë që mësojnë që në fillore. Pra cilat janë të drejtat e mia dhe cilat janë detyrimet e mia. Pra nëse drejta ime është të ndihem mirë, të mos dhunohem, mos të më ngrihet zëri, mos të cënohem, të shkollohem, të kem nevojat më të rëndësishme për të zhvilluar dhe për të mësuar, atëherë edhe detyrimet e mia janë të shkoj në shkollë në orarin e dur, të shkoj me uniformën e dur, të çoj detyrat e duhura. Këtu nis në bazë në rëndësi primare. Pra ti do shin klasë parë se cilat janë dëshirat dhe detyrimet, pra të drejtat dhe detyrimet, dhe pastaj gradualisht në varësi të moshës jo vetëm kalendarike, por dhe moshës kognitive, pra si e kupton, ti e shpjegosh. Shumë nuk mund t'i themi dot në një fëmijë 5 vjeç që kjo është një vepër, nuk po them 5, po 8. Kjo është një vepër penale se ti për këtë procedohesh penalisht, që se ti thuaj 7 vjeç, 8 vjeç e fëmijë një terminologji të tillë, po themi në një orar open lection apo humbur vëmendje. Domethënë duhet përdorim një gjuhë pak më miqësore me fëmijën dhe më të pranueshme, të cilën ta kuptoj fëmia. Mund të jenë të gjithë në një klasë dhe jo të gjithë e kuptojnë njësoj. Ka individ që janë pak më të prirur t'i kapin ca gjëra, ka individ që nuk i kapin në atë mënyrë, po duan disa koncepte ose disa skema që të amplifikojë ai informacion në zonat e tyre kognitive. Pra duhet të gjejmë një gjuhë që u përshtatet moshës së tyre. Ne po e flisnim pak edhe para se të fillonim regjistrimin, po ka dhe një lloj diferencë tek mënyra se si trajtohet, po themi, në një shkollë në Tiranë dhe tek mënyra se si mund t'i shpjegojnë ose ndoshta nuk i shpjegojnë fare një fëmijë në një zonë më periferike, në një qytet, në një zonë rurale, në një fshat. Është pak e vështirë të kemi një unifikim të gjërave. Domethënë nuk mundet një fëmijë që jeton në një zonë shumë të thellë, në një zonë shumë rurale, e ka të vështirë ta kuptojë që disa gjëra nuk janë, le të themi, ligjore. Kam dëgjuar dhe hasur, madje edhe në media, ku po themi një 16 vjeçar në një zonë shumë të thellë, të një fshati shumë të thellë, e ka më të lehtë ta marrë makinën se sa një 16 vjeçar këtu, sepse një 16 vjeçar këtu, duhet qenë se jemi me një komunitet më vigjilent dhe Tirana është me një fluks më të lartë, patjetër që mund ta ketë ndërgjegjësimin më atje, kurse një 16 vjeçar aty duket si, po themi, pak a shumë dasha e mosha që duken edhe si 18, dhe ndoshta për të evidentuar këto gjëra janë pak më të vështira. Por patjetër jo të pamundura. Pra arsimi është unifikim dhe e mira është që dia të përcillet në çdo cep njësoj. Pastaj konteksti ku jetojmë bën diferencën. Ne zhvillojmë dhe në bazë të kontekstit. Nëse në një vend në Suedi për shembull nuk janë sociale siç janë këtu, kur qanë, dalon një zonjë aty dhe i thot kishen teta, çfarë ka ndodhur, pse po qanë, që janë shumë pozitive këto për vendin tonë dhe i ruaj mendje këto format e socializimit pozitiv, qasjet kulturore apo modelet. Dhe në një vend si Suedi apo vende nordike kryesisht nuk e kanë këtë aspektin kulturor. Më kujtohet një vajzë, kam pasur një paciente që jetonte në një vend nordik dhe ajo thoshte që kur sëmurësh një pacient, punonte në neurologji në një vend të zhvilluar për të ruajtur në çdo mënyrë konfidencialitetin, punonte në një vend nordik, ku kur shtrohej një paciente shqiptare, tek hyrja e spitalit ishin 10 veta, dhe kur shtrohesh një pacient, po themi kot, Gjermania, nuk ishte njëri. Pat vinte një njëri njërë 2-3 ditë. Pra dhe ajo quante si sindroma mesdheu, por që ka anën pozitive kjo gjë, sepse të qenit i rrethuar me dashuri, me përkujdesi, njeriu zhvillohet më mirë emocionalisht. Pra kemi një sistem të rëndësishëm që është sistemi, një zona limbike, sistemi limbik që zhvillohemi, ndërveprojmë përmjet dashurisë me familjen, me komunitetin, me njerëzit tanë më të dashur. Kjo na bën më të shëndetshëm dhe mendërisht dhe fizikisht dhe emocionalisht, kuptohet. Në fakt, në lidhje me këtë e kam vënë se për një periudhë kohë kam jetuar në Kanada, e kam vënë në ambientet jashtë, prindrit me fëmijët kanë
një lloj distance që ndonjëherë më friksonte, domethënë një lloj mos kopçarje ose ndoshta indiferencë që largohej, rrëzohej, vritej, ndërkohë që një prind shqiptar do ishte shumë i shqetësuar. Po, e vërtet. Dhe ndoshta kjo çon dhe pastaj edhe tek problemet që këto shoqëri kanë më të mëdha në lidhje ndoshta me shëndetin mendor, me marrëdhëniet e ndërlikuara që kanë prindrit me fëmijët mbasi rriten. Shumë e vërtet, sepse ajo nëse distancohet në një moment që ai ka nevojë, sepse shiko, te këto hiperbolizimet që bëhen, sa e vrar apo sa keq ose kështu, domethënë është një ngarkesë sanktimi i madh. Po të shkosh prezant dhe ti thuash ndihesh mirë, të dëm shumë, okej, unë jam këtu me ty, do ta shikojmë bashkë, se ditë nevoja të shkojmë te doktori, ja këtu me mami. Domethënë madje kemi pasur një si mit, të paktën jemi rritur brezim duke i thënë që ku vrave tek dora dal ta pusti mami dhe se do të kaloj. Pra ka një efekt në dukje placebo, por një efekt shumë të rëndësishëm pozitiv emocional dhe fëmia në një moment ndjente që me këtë pusin apo përshafimin e mamit apo të babit apo të gjyshes i kalonte kjo gjë. Dhe këto janë pozitive, sepse nxitja e empatisë tregon që ti e ke zhvilluar emocionalisht fëmijën. Ata shimi sigurt është gjë e rëndësishme dhe prandaj dhe prindrit shumë mirë e që dhe ata fëmijë bëhen më të distancuar ndaj emocioneve dhe këta fëmijë në këto kultura kur u smuret nëna janë më të distancuar sepse konsiderojnë si diçka që do kaloj. Po, është vërtet. Ato mbas e kalojnë, një pjesë mirë të gjërave kalojnë, por rëndësi ka procesi, sa prezent je ti në kohën kur ka nevojë më shumë individi. Këto janë më të rëndësishme. Është dhe ajo diçka tjetër kam vërtet, domethënë që prindër dhe fëmijë në moshë të rritur që nuk komunikojnë më me njëri tjetrin ose nuk kanë më marrëdhënie ose ndërveprim me njëri tjetrin. Ndoshta në rast krishtlindjesh ose në ndonjë festë në përditshmërinë e tyre janë totalisht të ftohtë dhe të distancuar. Është shumë e rëndësishme që në fillimet e marrëdhënieve me fëmijët, por kanë një fazë që janë më të tërhequr dhe ato që nuk duan është prezenca e autoritetit në kuptimin prindër mësues dhe është kryesisht adoleshenca. Dhe këto janë të kuptueshme deri në far pike ti e kupton, por ama kur ti shikon që fëmia nuk del fare në dhoma për 6 orë, një prind duhet të shqetësohet dhe duhet të thotë çfarë po ndodh. Duhet të trokas, ti thotë shkon jam këtu. Ke nevojë për çë? Nëse do kesh nevojë për diçka, jam këtu. Jam vetëm pak metra larg ose jam një telefonat larg. Më merr për çdo gjë në telefon. Ka diçka që mund ta bëj për ty? Gjithkohon kur ti do të flasim, unë do jem këtu për ty. Çfarë do që ti e duke ndodhur, duke ndarë me mua do jetë gjysma e shqetësimit. Pra, kur ne kemi një qasje më të afër, po kur ti thua që se aty është nuk ka gjë, po luan telefon apo po luan një PlayStation ose nuk bën zhurmë ai fëmia. Është një nga, me që fole pak më parë për mite, një nga mitet që ka qenë në një pjesë të klasave që kam qenë se s'mund të përgjigjsojmë, prandaj dhe themi mite. Të thosh të zysha e klasës është Bjorni është problematik, por Valentina s'dihet ajo atje është në fare s'është atje është e ka aq të urtë sa, mirë po ka një problem shumë të madh. Këta që janë shumë të distancuar, këta që janë shumë të tërhequr, këta që janë në dukje shumë të urtë, këta mund të jenë duke kaluar një problem shumë serioz, duke parë që gjithmonë ky fëmijë nuk është aktiv, nuk është në një farë mënyrë kujdesur, nuk po them që për kujdesur, po ti pak më shregullt, ti sipër gjumësh, të mos ndërveproj kurrë, të mos ngrihet kurrë mësim, mos luaj kurrë me ose shumë pak me bashkëmoshatarët. Pra këtu ka një gjë të madhe që nuk shkon. Dhe pavarësisht se vëmendjen e marrin fëmijët pak më ekspresiv, më ekstrovert, ajo është në mënyrë figurative, po jo vetëm është min me sehat. Sa mund të jetë duke kaluar një abuzim shumë të rëndë, një traumë shumë të madhe, mund të jetë duke kaluar një depresion, një dhunë, duhet parë me shumë kujdes dhe me shumë prioritet, sepse nëse ky fëmijë që është më i shfaqur, më i le të themi tregullt në disa sjellje, ai është duke i manifestuar dhe duke ta kërkuar vëmendjen. Kurse ajo as vëmendje nuk do të ndihet në shumë raste inekzistente, apo ai, se mund të jetë se zura një shembull paralelizëm, po duhet pasur shumë vëmendje, shumë e lartë, kryesisht tek ata që nuk ekspozohen. Një pyetje të fundit. Nëse nesër do kishit një situatë hipotetike, nëse nesër do kishit mundësi të rishkruani rregullat ose mënyrën se si prindrit, familja ose dhe shkolla
sillen me fëmijët, cila do ishte gjëja e parë që do doni të ndryshonit ose gjëja e parë që do doni të ndalonit? Nuk ka për fat keq një rregullor apo një recetë për mënyrën se si të prindërojnë, sepse në kohë të ndryshme suporti është i ndryshëm. Pra nuk mund të themi që fëmijët sot trajtojnë njësoj siç janë trajtuar fëmijët e brezit tim. Ajo çfarë është e sigurt është që për mua është standarde, është bazike, e pandryshueshme është suporti dhe dashuria e vazhdueshme, përkujdesja e vazhdueshme. Të qëndrojmë pranë tyre, t'i kuptojmë, t'i duam, t'i besojmë, të ndërveprojmë dhe t'i referojmë drejt zgjidhjeve pozitive. Të themi që çfarë ndodhi, cila ishte arsyeja që ti shkove në këtë veprim, jo pse e bëre ti, faji ishte yti. Të përpiqemi ta shikojmë si një element sjellor të ti dhe ta ristrukturojmë nëpërmjet një sjellje pozitive dhe nxitjes së afeksionit, nxitjes së ndërgjegjësimit, të kuptuarit se pse është e gabuar kjo gjë që t'ja bësh bashkëmoshatari. Por kjo gjë gjithmonë është e pandryshueshme, suporti dhe dashuria dhe vëmendja e prindërve, e familjes, e shkollës, e stafeve psikosociale dhe komunitetit. Mendoj që ky trekëndsh sjell një brez dhe një shoqëri shumë herë më të shëndetshme dhe fëmijët janë të mrekullueshëm, por në disa faza të jetës kuptohet që janë me disa element sjellor jo pozitiv, por të rriturit janë aty për t'i mbështetur, për t'i suportuar, për t'i referuar dhe për t'i trajtuar këtë problematika, që ata të rriten sa më shëndetshëm dhe që të kemi një mjedis akoma më të shëndetshëm. Unë të falenderoj shumë që erdhën në apostrof. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.